Mikrofonin. Mirë. Daj. Ga gjithë tonë në mashkinë. A mundet? Pa. A jeni gati? Mundet. Mirë, sot jemi këtu do me thamë në një event jashtëzakonshëm i organizuar një forum për bashkëpunim ndërinstitucional për mbrojtjen e natyrës. Kemi më tepër se 100 përfaqësues nga 3 shtetet tona, do thënë Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Kosova. Institucione të niveleve të ndryshme, përfshi komunat, përfshi ministrit, përfshi drejtoritë e partijave nacionale, përfshi organizata civile e gjëra të ngjashme. Jemi shumë falenderues, domethënë se bashkë me ne janë edhe 2 institucionet relevante për rajonin cilën edhe jemi këtu sot. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Përsinor, duke mbikëqyrë partjet nacionale, është një prej institucioneve më të rëndësishme në mbrojtjen e mjedisit. Gjithashtu, edhe komuna e Tetovës si një prej komunave bazike që përkujdeset për mirëqenjen edhe të banorëve të fshatrave cilat janë pjesë e Parkut Nacional Mali Shar. Ne sot kemi mbledhur, domethënë, individ, njerëz dhe institucione nga 4 partje nacionale, Parku Shar, Mavrova, në anën e Shqipërisë, Korap, Koritnik deri në Alpet Shqiptare. Sigurisht edhe pjesa tjetër e Mali Shar nga ana e Kosovës. Da li treba kratko makedonski? Dobro. Znači, danes me tuga... Znači, danes me tuga na jedan regionalan forum со над 100 присутни од нашите 3 земји, Северна Македонија, Албанија и Косово. Денешниот форум на тема меѓуинституционална соработка за зачувување на животната средина. Многу сме благодарни, бидејќи тука денес од нас се и Министерство за животна средина и Општина Тетово како најбитните актери, да кажеме, за темава што ние ја имаме денес. Не би должел многу, бидејќи секако имаме долг ден со многу присутни. Така би му дал збор на министерот за животна средина, господинот Изет. Менде че и тоа е крет. Не се мund të ndrojnë eventet. Unë mendoj se në atë i tha gjitha, ne demi mbështetje e tij dhe të tjerëve, domethënë që janë në interes në funksion pra të mbrojtjes së natyrës, po jo vetëm mbrojtje, po në njëjtën kohë domethënë mendojmë për revitalizim dhe për zhvillimin e turizmit, sepse është kjo pasuri natyrore, pra duhet të shndrohet pra dhe në pjesë atraktive të turizmit, siç potenciali ambasadori i Austrisë, ku specifikat janë të ngjashme, pra malet, lumet, ka e natyre bukur me menaxhim të mirë, pra mund shndrohet edhe në atraktivitet, domethënë turistik, në njëjtën kohë domethënë edhe për zhvillim ekonomik. Po ashtu këto male, këto pasuri natyrore, edhe na bashkojnë si shtete, në këtë rast pra me Malin Shar me Kosovën, dhe në njëjtën kohë me partnerët ndërkombëtar për të marrë praktikat më të mira se si mund të zhvillohen ato, siç në raste tjera pra liçeni i Prespës apo male tjera ku na bashkojnë me Shqipërinë, me Greqinë, pra janë të pa evitueshme bashkëpunimi
ndërshtetëror, ndërinstitucional dhe i përgëzoj domethënë për këtë iniciativë. Znači, mislim da gospodin Nat obrazloži detaljno za što smo povikani danas, no ne samo danas, тук секогаш ще бидеме во поддршка на вакви инициативи кои се однесуваат на заштита на природата, но не само тоа, во исто време размислуваме како да се ревалутизира тоа и воедно да стане туристичка атракција, како што е случај со Австрија и други успешни земји каде се менаџираат овие природни богатства на успешен начин со успешни примери. Исто така ова приморани сме воедно да соработуваме со нашите соседи, во овој случај со Република Косово, заедно да работиме за заштита на Шар-планина, но воедно е тоа и како туристичка атракција за двете држави и искористувачи успешни примери од Европа и други, значи пошироко. A mund të gash një pyetje për të ndruar një diskutim? Hajde. Paralajmërohet një bum investimesh në Rusi, kamion, asfaltin rrugës, bagjerë deri ku është e vërtetë? Jo vetëm për Rusinë, domethënë për atë Ministria e Ekonomisë ka në dispozicion diku 50 milionë euro për deponitë regionale, siç është në Manastir, në Rusinë, po punojmë pra në procedura, jemi nga fundi, edhe besoj edhe projekti domethënë për deponitë regionale, po edhe për furnizimin e komunave me pajisje në funksion pra të kësaj, domethënë për ditë punohet dhe besoj që momenti që do fillojmë do promovojmë bashkërisht në gjitha deponitë regionale dhe në gjitha komunat. Do jetë shpejt. Shpejt. Zotëri Megjiti, pse proces verbalet nga mbledhjet e qeverisë nuk publikohen në gjuhën shqipe tani e një vit në web faqen e qeverisë? Nuk ka e vërtet, proces verbalet në vazhdimsi, pra në qeveritë e kaluara kanë qenë vetëm në maqedonisht. Vetëm ato një muaj sa ka qenë Talat Xhaferi kryeministër ka pas në dëgju, ndërsa 20 vite të tëra qeveritë e BDI-s i kanë pas në një gjuhë dhe dje keni pa dhe dallimin, domethënë seanca që udhëheqi unë, domethënë janë edhe proces verbalet edhe në gjuhën shqipe, ndërsa tash e tutje për herë të parë pra pa marrë parasysh se kush i udhëheq seancat qeveritare, për herë të parë mbas 30 viteve, pa marrë parasysh kush është kryeministër, edhe proces verbale do jetë në dy gjuhë, pra edhe në gjuhën shqipe. Prej ku? Prej dje. Zotëri Megjiti, a duhet të ulen partit politike për një konsenzus? Po vetëm desha të them që ato që akuzojmë pra e kanë bërë proces verbalet në gjuhën maqedone. Urdhë? Duhet të ulen në partit politike për një konsenzus për kodin zgjedhor dhe çka nëse në janë dokument, besim pa miratuar shka prive një mungesës së parlamentit. Për kodin zgjedhor? A duhet të ulen partit politike për një konsenzus? Partit politike është mirë të ulen ma shpesh, edhe për politika ditore, edhe për politika strategjike, ne me të gatshëm të ulemi, kemi faktor stabilizues, faktor që e ndihmon situatën, ndërsa çështja e patentërit ka të bëjë me disa çështje tjera, me disa ligje dhe disa vendime që duhet sjell parlamenti që janë në interes të shqiptarëve, dhe nëse këto ishin të gatshëm pra të votojnë riorganizimin e qeverisë në bashkëpunim me BMR dhe BMN, mendoj që nuk do kenë arsye mos votojnë inspektoratin e gjuhëve të zgjidhet pra njëherë në kuadrat e Ministrisë së Drejtësisë dhe mandej të marrin rrogat e rregullta dhe mandej ashtu siç ka marrëveshje politike inspektorati të kalon në agjencionin e gjuhëve dhe për herë parë inspektorati i gjuhëve të merr formën e si gjitha inspektoratet tjera, sepse deri më tash pra inspektorati i gjuhëve ka funksionuar vetëm formalisht, prej themelimit deri sot ka vetëm një gjopë datë në kohën tonë para 2 muaj në Tetov. Gjykata e Tetovës pra ka dënuar një drejtor të njësisë renale në Tetov, pra marrëveshja është që inspektorati fillimisht pra na duhet patentërit të kalojnë në parlament dhe mandej të kalojnë në agjencionin e gjuhëve, e njëjta ka të bëjë edhe me disa çështje tjera që janë në interes të qytetarëve dhe të shqiptarëve dhe uroj pra që të kalojnë.
Zotëri Mejgjiti, si komentoni deklaratat e fundit të Bujar Osmanit në Pikë Podcast, por edhe të Arben Taravari që thonë se gjendja e shqiptarëve nuk ka qenë asnjëherë më keq sa me qeverisjen e Vlenit? Nga mos pasja e vizionit, programit dhe argumenteve, dalim me deklarata paushale, dhe më thonë që gjendja e shqiptarëve nuk ka qenë më keq asnjëherë, mirë po pa dhënë argumente se ku ka degraduar çështja shqiptare. E para, pra këto një vit, ndalim nga ata, nuk ka asnjë aferë korruptive të eksponentëve të qeverisë, po dhe të eksponentëve shqiptarë, siç është karakteristikë e zotit Bujari, zotit Taravari dhe tjerëve. E dyta, nëse kanë të punësimet, edhe njëherë potencoj le ta zgjedhin vitin kur kanë pas zenitin e punësimeve në këto 20 vite, t'i krahasojnë me punësimet që i bën Vlenin vetëm brenda një viti. Kur i kemi fjalën tek përfaqësimi adekuat, përveç se e kemi të kalu zenitin, nëse ata kanë bën brenda një viti një numër të konsiderueshëm, hajde dalim dhe ti krahasojmë ato se sa shqiptarë punësuan në kohën e tyre sa në kohën tonë. Mos flas për avancimet e 800 shqiptarëve në administratën publike dhe shtetërore, shqiptarë që janë harruar 20 vite të lënë si bashkëpunëtor të ri edhe të harruar nga pushtetet e kaluara. Kjo nuk është vetëm avancimi i tyre, po ato do kenë edhe pozicione dhe përgjegjësi ku mund të shërbejnë qytetarët më mirë. Nëse mbas 30 viteve shqiptarët për herë parë do kenë ligj për përfaqësim adekuat në administratën shtetërore dhe publike, pra zgjidhje ligjore, kur ata nuk janë pjesë e pushtetit, pra fitojnë shqiptarët. Po ashtu edhe çështjen e medreses që 30 vite pra e kanë lënë të pazirë apo me zgjidhje gjysmake, është pikërisht Vleni që shumë shpejt pra do e kalon në qeveri dhe në parlament si zgjidhje ligjore njëherë për gjithmonë pra për ta mbyllë këtë çështje, pra le të urnojnë këta zotëri të debatojmë konkretisht me argumente, kur ata kanë pas numra në favor të tyre, kur qeveria është mvarur çdo ditë nga numrat e deputetëve shqiptar, ato kanë hap kazino, ato kanë hap kredite shpejta, ato kanë arrit partneritet në korrupsion, por nuk kanë fituar shqiptarët. Unë i ftoj pra që dalim në debat publik me argumente konkrete për bërë krahasime, por me argumente jo me vlerësime paushale. Atëherë unë do jap vetëm pozicionin e komunës Tetovës për këtë projekt. Bëhet fjalë për një projekt të rëndësishëm për Malin Sharr, një ndër projektet e shumta që kanë të bëjnë me Malin Sharr. Në këtë rast faleminderit drejtorit Ramadani dhe gjithë organizatave partner dhe shteteve partner cilët përkrahin. Po punojmë rreth një strategjie që Mali Sharr nga një vend i harruar të rikthehet në qendër të zhvillimit ekonomik jo vetëm lokal, por edhe të shtetit. Me gjitha investimet që bëhen në ekoturizëm dhe në rikthimin e turizmit dhe të sigurisht investimeve në bujqësi dhe blegtori, që Mali Sharr t'i rikthehet gjallëria që e ka pasur dikur. Po ashtu ne po punojmë që edhe në projekte ndërkombëtare, në këtë rast në rrugën e cila do të lidh Tetovën me Prizrenin dhe e cila do të lidh Maqedoninë e Veriut me Kosovën dhe Shqipërinë, por njëherësh edhe në investime serioze në kodër të diellit. Pra, është një kompleks më i gjerë i punëve të cilat bëhen dhe investimeve të cilat po përgatiten me vetmin qëllim edhe njëherë po e përsëris që Sharri të jetë qendra e zhvillimit ekonomik të Maqedonisë së Veriut. Dneska sme tu za ovaj simpozijum, ova konferencija kada se sobrani učesnici od trite državi, kako i organizacijite, partnerskите organizaciji koji ko podržuvat ovaj projekt, se raboti za projekt za razvoj na turizmot i turističkite destinacije vo Sharr planina. Jedan od kompleksnite projekti so koji nije celime da Sharr planina od zaboravena destinacija da bide centarna ne samo na lokalni od ekonomski razvoj, tugo i na državata. Su investicije koji se predviduvat i vo delot na otvaranje na pat od
Tetovo Prizren, со кој ќе се поврзуваат три држави преку овој проект, Тетово, Македонија, Косово и Албанија. Исто така и со инвестициите кои веќе се подготвуваат и се прикрај во делот на Попова шапка како туристичка дестинација. Ние во многу блиска иднина Шар-планина ќе го вратиме сјајот кој го имаше некогаш. Faleminderit. Një pyetje zotëri Kasamidin, komuna është dorëzuar një kërkesë që, do të thonë, komuna t'i kaloj procedurat për cilat është kompetente që prapa spitalit Tetovës, ku ka qenë spitali modular, të krijohet një park memorial. E keni pranuar kërkesën edhe çfarë do ndërmerrni në këtë drejtim? Gjithçka që ka të bëjë me spitalin modular apo me tragjedinë e spitalit modular, komuna e Tetovës do ta përkrah. Po ashtu ne kemi theksuar edhe në të kaluarën, po e përsërisim edhe tash, edhe në këtë rast, edhe në shumë raste tjera, të cilat kanë ndodhur në të kaluarën, kërkojmë nga institucionet e drejtësisë që të njëjtat të zbardhen dhe familjarët e viktimave të marrin drejtësinë e merituar. Pra ne si komunë, si pushtet lokal, jemi të gatshëm të përkrajmë çdo iniciativë që së paku familjarët e viktimave të rastit të spitalit modular të kenë një rehati shpirtërore. Znači ние kao lokalna vlast sme podgotвени да ги прифатиме сите иницијативи кои доаѓаат од семејствата на загинатите во модуларната болница во Тетово. Исто така уште еднаш ги повикуваме институциите или од правниот систем да делуваат да бидат сериозни во делот на нивните одлуки, да и во случајот на модуларната болница и другите трагедии кои ни се случија да излезат пред лицето на правдата вистинските криви кои се за вакви ситуации, за да семејствата на загинатите бидат мирни, а во ова ситуација во делот на иницијативата сигурно ние ќе ги поддржиме се со цел тие да имаат мир во душата. Kryetar, domethënë lagja një katërshash vazhdon të ketë probleme të kishëm. A është duke punuar atje çfarë ndodhi me atë projekt për atë lagje? Po punohet intenzivisht lart. Për momentin komunë Tetovës janë dikun mbi 5 projekte të cilat janë duke u realizuar. Nuk bëjmë kampanjë në këto situata, por nëse doni mund dalim bashkë edhe të inspektojmë punimet atje që bëjnë. Është tereni shumë i papërshtatshëm dhe nuk ecin punët ashtu si të shirojmë ne, por për momentin kur po flasim ka punime në teren dhe unë besoj që shpejt edhe ki ujësjellës do t'jetë në funksion të qytetarëve të lagjes 1-4. Shpejt në brenda këtij viti të thoni? Po patjetër, unë besoj se deri ka vjeshtë do ta kemi gati. Faleminderit. Live in color. Live in color.